pari, ju përshëndes përzemërsisht. Përshëndes me mirënjohjen pa kufishme, ata 10 mira, të ri, të reja, burra, gra, të moshuar, që mbushën dje në kryengritjen paqësore të 20 shkurtit, më të fuqishmen që ka njohur Shqipëria pas 20 shkurtit 1991, në kryengritjen e cila jehoi dhe ushtrua në mënyrë të rrufeshme, në kryelaj, në çdo votër shqiptare, por dhe në mbar mediat më të mëdha të Gjermanisë, Francës, Britanisë, Austrisë dhe mediat më të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dje ishte ditë triumfi për kryengritësit paqësor të pamposhtur, të cilët u përballën dhëm për dhëm, 3 orë, me narkoshtetin në një betejë epike, kundër qeverisë së paligjshme të Tiranës, kundër Edi Ramës, Lubi Ballukut, farsës tyre elektorale, vjedhjeve tyre të papërmbajtura. Guximi i kryengritësve paqësor ishte, mund të them, i jashtëzakonshëm. Tipari më kryesor i 20 shkurtit 96 ishte se të rinjt dhe adoleshentët u bën me qëndresën e tyre, guximin, trimërinë e tyre të merri regjimit dhe fytyra e vërtet, e bukur, e opozitës, e kryengritjes. Për 3 orë, në bulevard, në parlament dhe në rrugët e Tiranës, u zhvillua një betejë pa parë. Regjimi përdori gjitha mjetet e dhunës, nuk kurseu as pluma e gomës, me snajper në ballë të kandidatës sonë për deputetën në Shkodër, intelektuales së njohur Mehmeti. Por dhuna dhe terrori i policisë nuk kurseu adoleshentët, nuk kurseu të miturit. Protestuesit u qelluan me snajper, me bombulat e gazit pas koke. Të tjerëve u goditen me këpucë në kokë, të rëzuar për dhe, pa ata që ndruan të pamposhtur. U përpoqen të friksojnë të miturit dhe të pohojnë se kanë marrë lek për dalë në protest në një kohë kur ata absolutisht po ktheheshin nga shkolla pasi të kishin ngrënë së bashku diçka dhe sot janë në komisariat. Do i luta shumë të ndëgjoni dëshminë e prindit dhe të njërit prej këtyre të miturve. Djali ka qenë duke me suflaqe bashkë me kushërinë e vet për 14 vjeç. Kanë qenë duke ardhur këthe nga krau Lani sa kanë kaluar shkollën Ismail Qemali. Te ura tabakëve, kanë pasur çantë çtine kishe?
Çantën e shkollës me gjithë libra, ka ardhur njëri, ja ka fut në çantë, këta jam trem se nuk e njihnin se ishte gjithaj burr. Edhe i ka thënë çfarë janë, shkoni hidheni te protesta, i ka thënë, edhe i kanë kap nga ora 8 pacaj që ne kemi qenë pothuajse akoma te kryeministria. Edhe i ka thënë shkoni hidheni te protesta dhe po ju kapi njëri thuj që na kanë dhënë lek. Në atë moment nuk kanë bërë djemtas 10 hapa, kanë ardhur civilët dhe i kanë arrestuar. Imagjinoni. Tani ju pra shifni se çfarë skenarësh para përgatisin. Janë ndaluar, janë shoqëruar mbi 50 demonstrues. Një pjesë e mirë e tyre s'kan marrë kur pjesë në protesta. Janë sjell një pjesë e policisë, se do të them dhe këtu, janë sjell me rrugaçri, në mënyrë antiligjore, janë sjell si patronazhistë dhe kriminal të vërtet. Ndërkohë, mund të them se dje ka patur një dallim të qartë në qëndrimin e një pjesë të mirë të policisë e cila ka realizuar dhe po realizon që mbrojtja e hajdutëve nuk është detyrë në emër të ligjit dhe të dheut. Dhe unë i përgëzoj ata, dhe unë ftoj policin, policët e ndershëm, familjarë të ndershëm, burra, gra, vëllezër, motra, familjeve të mira, të mos ndjekin udhëzimet e kriminalëve Proda dhe Bishga, por në rastin më të parë të bashkohen me demonstruesit. Edi Rama është një armik i egër i qenjes tyre, i kombit shqiptar. Është një hajdut i pa imagjinueshëm që po i bën vendit të zezën më të madhe që i ka bërë ndokush me ligjin mburoj për të mbrojtur vjedhjet e tij dhe të lubisë dhe të ministrave të tij. Kryengritja paqësore shënoi dje një stat të ri, të fuqishëm, të saj, çka është frymëzim për vazhdimin në ditët në vazhdim gjerë në përmbysjen e kësaj qeverie. Denoj me forcën më të madhe dhunën dhe terrorin policor. Denoj gjuajtjen me seleksion të qytetarëve me bombula gazi, pas koke njërit për tyre, në gjoks nën kryetarit Partisë Demokratike dhe deputetit Partisë Demokratike Luciano Boçi dhe të tjerëve me mjete me gaz, me pluma gome e të tjerë. Garantoj Edi Ramën se për të gjitha këto do të jetë përgjegjës. Por në përshkallëzim në tyre të djeshëm në një akt urrëtie të pa përmbajtur, janë hedhur në oborrin e selisë Partisë Demokratike sasi të mëdha gazi lotësjellës dhe bomba tymuese. Ky përbën një agresion të hapur ndaj selisë Partisë Demokratike dhe pluralizmit. Me këtë rast, ju kërkoj të gjitha degve të bëjnë rikondicione e plot të selive të Partisë Socialiste në çdo rreth. Dhe garantoj Edi Ramën se sulmet ndaj selisë Partisë Demokratike do sjellin sulme asgjësuese për selitë e Partisë Krimit në të gjithë territorin e vendit. Ndaj dhe hiqdor nga aventura dhe provokimi ult, ne betejën e kemi me Edi Ramën,
si kryeministër i krimit, si kryetar i organizacës kriminale. Por në qoftë se ju sulmoni selin e Partisë Demokratike, Partia Demokratike do të përgjigjet ju ashtu si që meritoni. Hiq dorë nga sulmi selis për të mbrojtur krimet tua, vjedhjet tuaja. Partia Demokratike është një kryengritje paqësore. Asnjë antar i forcave të rendit nuk është gërvisht gjatë të gjithë protestave tona. Asnjë i vetër. Ato që kanë ngel në letër të vdekura janë komunikatat e prodës së krimit dhe të Sokol Bishkës, të cilët e kanë vendin me kohë në burg. Njeri tradhtari Gjergj Mehmetit ka lanë oficerin makinë për ta djeg banditët dhe ka shpëtuar lkurën e tij ka tradhtuar detyrë të pavdekshëm Gjergj Mehmeti. Tjetër një bashkëpunëtor i ult i bandave, një ushtari Gjysagasit, Isuel Çels dhe troplinëve. Ndaj dhe njëherë larg duart nga selia e Partisë Demokratike, se Partia Demokratike është në revolucionin e saj paqësor për të shpëtuar Shqipërinë. Miq, jehona e kryengritjes sonë paqësore mbrëm ishte më rrufeshme se kur ndonjëherë. Ndërkohë që kryengritja zhvillohej, agjencitë e lajmeve më të mëdha të botës, televizionet dhe mediat botërore transmetonin atë. Po unë duhet veçoj sot para jush albumin e fotografive të agjencisë më prestigjioze në botë të fotografisë, Getty Image. Në albumin e saj, në disa nga fotot, ajo shkruante Shqipëria, vendi i zgjedhjeve të stilit stalinist. Në të tjera, kryeministri Hajdut dhe zëvendës kryeministri Hajdute, pra korrupsionin. Çka tregon se ju, të dashur kryengritës, i mbrojtët nderin e vendit tonë, mbrojtët nderin e shqiptarëve, dignitetin e tyre, u bët fytyra e vërtetë e këtij kombi, në dallim nga fytyra e nxirje e Edi Ramës dhe pushtetit të tij. Pra, kauza është e drejtë, fitoria është e jona. Edhe një herë, mirënjohje të pakufishme për të gjithë guximin të trimërinë tuaj. Faleminderit, tani jam i hapur për çdo pyetje. Po vazhdoj me pyetjet, kemi shumë doktor. E nisim Muarrem Kurti, doktor përshëndetje. Ky regjim jo vetëm po na vjedh, por edhe po na helmon me gaz, siç na ndodhi edhe mbrëm. Pyetja ime është, ç'do të bëhet me këtë regjim që nuk po shkulet prej 13 vitesh? A do të kemi një strategji tjetër më të fuqishme? Zoti Kurti, faleminderit për përgjigjen. Pa diskutim që strategjia jonë do vi duke u përshtatur dhe duke u fuqizuar, por duke mbet gjithnjë në platformën e kryengritjes paqësore. Sot, siç e shihni, janë 10 mijëra qytetarë që për të 4-ën herë me radhë mbushin sheshin dhe bulevardin. Por unë kërkoj mirëkuptimin e çdo qytetari, i cili ka mundësi të dalë, por e sodit nga televizioni protestën. Këta 10 mijëra qytetarë që mbushin bulevardin
a kanë të drejtë në protestën e tyre? A është një akt i turp, a është një akt kriminal të vjedhish qytetarët, duke të përdorish pushtetin për të vjedhur qytetarët dhe pastaj të mbrosh, të bësh ligje apo të bllokosh drejtësinë kur ajo dëshon të veprojë? A është e pranueshme heshtja në këto raste? A nuk është thirrje ndërgjegje qytetare për secilin, pavarësisht nga bindjet që ka, i majt, i djathtë, pa parti, indiferent, që të dalë si qytetar për të dëshmuar shqiptarëve dhe botës se ai nuk pajtohet kurrë me këtë gjendje. Ndaj Zoti Kurti, ne duhet punojmë për të bindur për kauzën e drejtë, kauzë absolutisht jo partjake, kauzë thellësisht qytetare. Imagjinoni pak në qoftë se këta 10.000 qytetarë nuk do kishin mbushur për të 4. herë me radhë bulevardin, dhe në qoftë se mediat ndërkombëtare nuk do kishin dhënë në mënyrën më dashamirëse dhe më të plot këtë përpjekje, se si do u dukeshim ne shqiptarët botës. A është kjo një çështje nderi dhe digniteti kombëtar në rrafshin moral, por në rrafshin tjetër është një çështje e interesit të çdo qytetari. Çdo qytetar, edhe ai që e din dhe ai që s'e din, është i vjedhur nga këta qeveritarë. Ndaj dhe ne, para se të mendojmë për ta supozojmë për një agresivitet të merituar ndaj këtij regjimi, duhet mendojmë të kemi me vete të gjitha ata të cilët jetojnë me djersën e ballit, jetojnë me dignitet, të gjitha ata që nuk pajtohen me moralin e tyre, me moralin e vjedhësve, moralin e hajdutëve, nuk pajtohen me këtë rrokullisje të madhe që ka Shqipëria duke u largue shqiptarët prej vendit tyre. Kjo është një hap i rëndësishëm dhe një kusht i cili do të garantojë pa diskutim fitoren tonë. Fatos Doçi, edhe sa do të vazhdojmë me protesta paqësore, dhe pyetja ime, doktor, është, sikur t'i fusnim pak adrenalin, të kopjojmë nga protestat paqësore që bënte Rama dikur? Dallimi është i jashtëzakonshëm. Rama i kishte për kauza të padrejta. Ne i kemi për kauzë të drejtë. Dhe ne, adrenalina jonë është persistenca, ne nuk heqim dorë dhe në rrëzimin e tij. Por dhe njerë fatos, ne të gjithë duhet të shndrojmë këto protesta në çështje nderi dhe digniteti për çdo qytetar, që nuk pajtohet me vjedhjen, që nuk pajtohet me poshtrimin e tij dhe të Shqipërisë, që nuk pajtohet me rrokullisjen e madhe demografike të këtij vendi, boshatisjen e tij. Por duhet të shtrojmë këto protesta në çështje interesi, në interesi themelor të çdo shqiptari, që nuk pajtohet me vjedhjen e pasurive të tij, nuk pajtohet me padrejtësitë që i bëhen, nuk pajtohet me faktin se fëmijët e tij detyrohen të largohen nga Shqipëria. Pra, mendoj se ne duhet punojmë fort në dy frontet. Dhe ky front i dytë është jashtëzakonisht i rëndësishëm për fitoren tonë. Mos harroni se e thash dhe dje them prapë sot. Në qoftë se Edi Rama, në qoftë se Enver Hoxha
shtatori e tij urzuë në shkurt të 91-shit, ai kishte vdekur në vitin 85. Pra, u deshen 5 vjet për të shemburat shtatore. Edi Rama është i vdekur politikisht. Nuk duhet pranojmë kur një kufom politike në pushtet. Duhet të angazhohemi të largojmë sa më shpejt. Arieta Ambra, zoti Berisha, ju lutem mos ikni më nga sheshi. Kjo është zgjidhja më e mirë. Edi komunisti nuk rëzohet ndryshe. Përzemërsisht ju urojmë jetë sa malet. Je shpresa e shqiptarisë. Ju falenderoj shumë për sugjerimin, jam plotësisht dakord me sugjerimin tuaj. Por kjo kërkon që secili nga ne të ulet me çdo qytetar. Dhe këtë çështje tonë, që në pamje të parë është flamuri i Partisë Demokratike dhe i opozitës, ta shndrojmë në çështje të shumicës shqiptarëve. Nuk duhet të harrojmë se në diktatura ka një shumicë të heshtur dhe që në fakt në raport me qëndrimin e diktaturës në pushtet, për fatin me të keq kjo shumicë e heshtur është përcaktuese me heshtjen e saj. Ata që heshtin para këtyre që ndodhin, ata ndihmojnë regjimin. Pa dashje. Ata të cilët përpiqen të gjejnë pretekste, pakënaqësira, kritika, jo se ato se ekzistojnë, pa ata përsëri ndihmojnë të keqen. Sot, më shumë se kur, duhet bashkohemi të heqim të keqe. Nuk ka pse një qytetar del dhe përballet 3 orë me policin, kurse fëmia i tij e ndjek nga televizioni. Do të jemi bashkë. Nuk është kjo çështje partish. Edhe një herë. Është absolutisht çështje nderi dhe dinjiteti për çdo shqiptar. Për të treguar se kur spajtohemi me një grup hajdutësh apo me ligje të cilat ose të cilat janë mburoj e qeveritare për të vjedhur ne. Ne nuk mund pajtohemi, marrim një aspekt tjetër. Mbrojtja që Edi Rama i bën Lubi Ballukut vetës së tij, ligji që ai po kalon, është një ligj që mbyll në mënyrë absolute dyert e Europës për Shqipërinë. Atëherë ushtroj një pyetje dhe besoj se ju e keni pa. Sa herë ka reaguar gjatë këtyre kohëve Bashkimi Evropian me përfaqësues të tyre. 3 ditë më parë ishin në Shqipëri delegacioni i Parlamentit Evropian që erdhi me kërkesë të opozitës si mision fakt mbledhës. Ju e ndëgjuat. Kërkonin pa diskutim të mos pengohet drejtësia. Kërkonin që Ballukut të shkojë atje ku kërkon prokurori. Kërkonin se deklaruan se integrimi nuk ka në qoftë se mbrohet korrupsioni. Atëherë, të dashur miq, a nuk është kjo një detyrë abdetare? A nuk është kjo një detyrë në përputhje, një qëndrim në përputhje me idealet e integrimit europian të çdo shqiptari? Shqipëria zonjë në Europë, ishte ëndra e Sami Frashit. Shqipëria zonjë në Europë, ishte programi i Partisë Demokratike dhe përpjekja e gjithë shqiptarëve, të cilët
në çdo studim janë përkrasit më të mëdhenj të këtij projekti. Atëherë sot ky projekt është vënë në satër nga xhelat të vërtet për të mbrojtur interesat e veta. Kështu që duhet t'i rshas tokën në këmbë, jo vetëm në sheshin Skënderbeg dhe në Tiranë, por në mbar Shqipërinë. Unë jam i bindur, unë jam i sigurt se me punë, dhe me vullnet, me vendosmëri, kjo do ndodh dhe Edi Rama do të largohet nga pushteti si një nga armiqt më të egër të kombit shqiptar në histori. Geraldina Kola, doktor përshëndetje, duket qartë azi se ndërkombëtarët nuk e durojnë Ramon, por a e shohin opozitën si alternativë qeverisëse? Mendoni se duhet bëni ndonjë lëvizje në lidhje me ofertën qeverisëse për t'ja shkurtuar ditët këtij pushteti që na mori frymën? Faleminderit. Geraldina, së pari më lejoni t'u informoj për një bisedë që u zhvillua me delegacionin e Parlamentit Evropian që erdhi në Shqipëri. Në atë bisedë pati një përfaqësues të mashtruar, i cili deklaroi se pasi kritikoi Ramën, tha se opozita ka probleme me integrimin. Kryetari i këtij delegacioni i kthei përgjigjen e merituar. I tha se Partia Demokratike dhe Sali Berisha janë partner tanë të besueshëm në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pra, unë thash një bisedë, por të garantoj se kredencialet e Partisë Demokratike janë sot në të certifikuara se kur. Geraldina, mos harron një gjë, të lutem, edhe gjej dhe lexoj, janë 7 rezoluta ndërkombëtare të gjitha forcave politike përfshi Bashkimin Kristian-Demokrat të Gjermanisë së kancelarit Merz, Partinë Republikane Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha partitë në Europë, në Azi, në Amerikë, të cilët mbështesin plotësisht Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Janë, pra, nuk duhet të bien viktim e propagandës të altoparlantëve papagajve të paguar të Edi Ramës dhe lobistëve të tij të korruptuar. Jeni e sigurt se sot Partia Demokratike është më besueshme se kur për komunitetin ndërkombëtar në kuptimin, nuk them për socialistët ndërkombëtar, por për qendrën e djathtë e cila sot qeveris botën. Okej, ndërkohë kemi edhe një denoncim për Dionis Gremin, invalid me prapambetje të rëndë mendore, i cili është arrestuar në qendër, jo në protest. Familjarët janë shumë të shqetësuar. Edhe denoncimi është këtu. Akt kriminal ndaj Denisit. Një akt kanë vepruar të njëjtën gjë, kanë bërë protestën e kaluar ndaj një tjetri, kurse ndaj Denisit edhe kanë keq trajtuar kafshërisht.
ne do të hapim proces penal ndaj atyre të cilët kanë keq trajtuar si Kafsh Denisin. Desada Xhetami, doktor, si të duk sjellja e Ramës në Washington, më la një shije shumë të hidhur me inferioritetin që tregojnë ndaj vendeve të tjera. Desada, edhe dje me pyetën mua për këtë, po unë u shpreha që kam atë mendim që kanë shqiptarë që e pan vetat konferencë. Një gjë mund të them, se ai nuk e thot dhe e fsheh, por jo një, po disa takime janë refuzuar. Kaq mund të informoj shqiptarët. I janë refuzuar. Pra, nuk është se nuk kërkoj takime, sepse ajo ishte konferenca, sigurisht Shqipëria do përfaqësohej në bord, po takimet e kërkuara nga Ramaduro u refuzuar nga zyrtar shumë të lartë të Shteteve të Bashkuara. Dhe unë i falënderoj ata për qëndrimin e tyre. Shoqëri Myrtollari, doktor, përshëndetje, është vënë re një rritje e dukshme e dhunës së policisë në protesta, si edhe një retorike pa përmbajtur nga ana e pushtetit. Ndërkohë, ndërkombëtarët duken se po e trajtojnë situatën si një protestë normale, ndryshe nga më parë kur reagimet e tyre ishin më të forta, sidomos kundër dhunës ndaj opozitës, shpesh edhe nga diplomat në Tiranë. Si e shpjegoni këtë ndryshim të qasjes së ndërkombëtarëve dhe këtë irritim të shtuar të qeverisë? Pyetje shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Miqtë e Shqipërisë, partnerët tanë, panë tek Edi Rama atë që se kanë parë kur pas luftës dytë botërore në Europë. Edhe pas rënjes perdes hekur. Një njeri që nga mëngjesi darkë zotohej për Shqipërinë në BE në vitin 27, për Shqipërinë në BE në vitin 30, një njeri që sulmonte Shtetet e Bashkuara se hedhin bomba dhe ikin, hedhin bomba këtu dhe ikin, hedhin bomba aty dhe ikin, dhe Europa është paqja, është kultura e paqes, është kjo dhe ajo. Këta paprit mas panë se maskara. Ra maska dhe doli fytyra një hajduti që se kishin parë kur në njëherë. Europa kishte parë hajdut sigurisht, por hajdut të cilët kishin pranuar ligjin, ishin nënshtruar ligjit dhe drejtësisë. Edi Rama është hajdut i parë. Historinë e Europës pas luftës dhe pas rënjes perdes hekur për pjesën tjetër të Europës, që jo vetëm nuk shkarkon Lubi Ballukun pa 4 muaj që e mbron, dhe pasi dështoi me grushtin e shtetit, tani ai po bën ligjin buroj. Sigurisht që këtë asnjë vend partner, asnjë vend i Bashkimit Evropian, asnjë vend i lirë, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjë vend i lirë, nuk mund ta pranojë, nuk mund ta kapërdi, nuk mund ta imagjinoj. Ne kemi parë gjatë këtyre viteve se si Luani i Apenineve, Silvio Berlusconi, italiani më i madh, i ndjekur nga një drejtësi politike, nuk refuzoi kurrë urdhrin e gjykatësit dhe të prokurorit. Ne pam se si presidenti Donald Trump, i gjetur para prokurorëve
politik, nuk refuzoj kur urdhat e tyre. Ky është unik. Edi Rama është unik. Dhe natyrisht komuniteti ndërkombëtar tani pret nga shqiptarët. Nuk mundet. Duhet ta kemi të qartë. Asnjë qeveri dhe asnjë vend nuk mund të përzoj kryeministrin e Shqipërisë me forcat e tij, me forcat e vet, me forcat e tyre. U përket shqiptarëve. Dhe kjo është shkaku i mbështetjes tyre për opozitën, për veprimet e opozitës shqiptare dhe opozitën shqiptare. Unë ja u thash, i kam ndjekur. Nuk kam pa kur emisione 3 herë më të gjata se të televizionet kontrolluar nga Edi Rama shqiptare për protestat dhe komentatorët më seriozë, duke i bërë vlerësimin maksimal këtyre protestave. Po mbrojmë nderin dhe dinjitetin e këtij vendi me këto proteste, me këto kryengritje. Ndaj dhe nuk ka diskutim se miqtë tanë, njerëz të lirë, mbështesin fuqishëm kryengritjen tonë dhe presin nga ne ta hedhim në lan këte kryetar, këte kapot organizatës më të rrezikshme kriminale në Europë, që është sot qeveria shqiptare, e cila bën ligjin mburoj për të vjedhur qytetarët e saj, bën ligjin për të shtruar vjedhjen në ligj, bën ligjin për të dekriminalizuar vjedhjen e qeveritarëve, vjedhjen e qytetarëve nga qeveritarët. Pra jemi në situatën më të jashtëzakonshme dhe unë kam besim, prandaj ne me këtë mesazh duhet ulemi të bisedojmë me çdo shqiptar, t'ja shkurtojmë ditët 1 minutë më parë Edi Ramës. Renis Haçkaj, a e lejon ligji që persona me kapuç në kokë, komplet të pa identifikueshëm, të bëjnë ndalimet qytetarëve pa shkak, pa asnjë shpjegim? A mund të hetoj kuvendi rritjen e këtyre kapuçonëve në protestat e opozitës? Këta janë bandë dhe jam shumë dakord me ty. Dhe ftoj qytetarët që çdo mask ta sulmojnë dhe t'i heqin masken. Dhe i garantoj se i kam pa dhe dje, do marrin urdhër protestuesit që çdo të maskuar ta zhveshin, ta kenë objekt, ta sulmojnë dhe t'i heqin masken, ta nxjerrin publik se kush është. Kanë përdorur dje gjithashtu me qindra patronazhistë civil, të cilët si mercenar survejonin, ndiqnin demokratët, drejtuesit e partisë, deputetët tjerë. Edhe ata do të ndërshkohen në vend. Do ndërshkohen në vend. Protesta jonë është paqësore. Ata që vinë për të provokuar, do marrin ndërshkimin që meritojnë, si provokator. Renisi ka dhe një pyetje dytë. A ka dispozita ligjore që rregullojnë përdorimin e gazit lotësjellës në protesta? Nëse ushqimet skadojnë, ato hidhen. Nëse ilaçet skadojnë, ato hidhen. Po me gazin e skaduar, çfarë ndodh? A ka një praktik ligjore kur gazi skadon? Nëse nuk është zbatuar, kush e ka fajin? Nëse një tregtar shet miell të skaduar, ai dënohet. Por në këtë rast, kush dënohet? Kush e importon gazit lotësjellës në Shqipëri? Me çfarë kontrate apo çmimi? A mund të hetoj kuvendi një çështje të tillë? Keni shumë të drejtë për gjitha çështjet që shtroni, për të gjitha pyetjet. Përdorimi i gazit lotësjellës të skaduar, të cilin top tuneli në mënyrën më të nevoshme, më kriminale, e konsideronte si një favor që i bëhet opozicës nga Edi Rama, sepse i bie efekti, në të vërtetë a i bëhet më helm dhe më rrezikshëm disa herë se sa para fatit të skadimit, mbasi i skaduari
mund shkaktoj dhe verbim të plot humbje të shikimit. Pa dyshim që kjo në një vend tjetër, jo në Shqipëri, do ishte objekti një hetimi intensiv, kurse këta nuk njohin ligj, nuk respektojnë asnjë të drejtë të grupit parlamentar, duhet jemi të vetëdijshëm se përballë kemi një armik që s'ka ligj as moral dhe rruga e vetme kundër tij është kjo që kemi zgjedhur. Sergi Qama, me gjithë skandalet e njëpasnjëshme në Shqipëri, në një vend normal demokratik do të kishte reagim masiv. Opozita po e bën detyrën e saj me protesta, ndërsa populli masiv dhe studentët ende presin e heshtje. Mendoj se kjo vjen nga varësia ndaj një administrate të politizuar me në punës të emëruar për fushata elektorale dhe servilizëm e jo merit. A nuk është përgjegjësia jonë si shoqëri që të reagojmë, sepse po të ngrihej populli dhe studentët, Edi Rama nuk do të qëndronte 24 orë në pushtet, me respekt dhe mirënjohje. Ju falenderoj shumë. Shumë i saktë konstatimi juaj. Por nuk duhet bëj krahasime. Megjithatë, nëse rikthehem pak në natën e 9 dhjetorit 90, ka një moment shumë interesant me këtë që thoni ju. Cili ishte ai moment? Spari të them të vërtetën, atë ditë, në mëngjes tek aty ku është sot, në atë kohë ka qenë Muzeu Lenin Stalin, tani është ambasada e Italisë, në rrugën midis saj dhe liceut, ku ishin rreth 800 mbas edhe 1000 student në protest, nuk ishin më shumë se 20 jo student në atë vend, me numër. Dhe gjatë ditës rrethanat e sollën që me Besnik Mustafën mbetëm të vetmit jo student bashkë me studentët. Në një moment, se sigurisht studentët ndjenin, në një moment më thot Azem Hajdari, më thot thot sikur t'ishim në Shkodër. E kuptova ku e kishte hallën, i them mos u mërzit sepse shumë shpejt Tirana do t'rregoj se kush është. Pra, por në këtë, sepse kanë ngjashmëri. Pas u rikthyem dhe pas një diskutimi të gjatë me ta për pikat që do kërkonin për të gjitha, ata i morën ato dhe bërë një takim në të gjerë në një mens. Tani në mens takim. E ka përshkruar shumë bukur një pedagog dhe që i ka qenë aty në mbledhje vetë, aktivisti i veprimtarë Akli Fundo. Akli thot se një nga tezat që dilte në diskutime sipër, si të pranojmë ne pluralizmin politik kur kjo do thot të ngrihemi kundër baballarëve tanë. Sepse ata ishin bi drejtorash, ishin bi oficerësh, ishin kryetar kooperativash bujqësore, e tjerë me radhë. Mirë po, dhe që ishte më e fortë, Ramiz Alia i kishte sjellë prindrit me autobusa që t'i mirnin, t'i çonin në shtëpi. Por pas një debati, pavarësisht nga këto shqetësime që u shprehen, po ata që shprehen këto shqetësime, po ata vendosen të dalin kundër etrëve të tyre. Kështu që ju siguroj se ai faktor që thoni ju është një faktor, dhe unë e kam
konstatuar këtë, që jo na heqin njerëzit nga puna, na largojnë kafshate, por kjo do jetë shumë e shkurtër, se shumë shpejt, më shpejt nga që mendojmë, do bashkohen dhe studentët, dhe punëtorë, dhe qytetarët, dhe Edi Rama nuk do ketë vend në Shqipëri, tjetër kund përveç se në burg ku e ka vendin. Eda Grimci, përshëndetje doktor, qëndresa e qytetarëve tregoi revolt dhe padurim për të çliruar vendin nga krimi e korrupsioni. Qytetarët duan protesta. Kur do t'jetë protesta e radhës? Përshëndetje Eda, shpreh mirënjohje të pakufishme ndaj qytetarëve për pjesëmarrjen e tyre. Protesta e ardhshme do të përcaktohet, do të njoftohet shumë shpejt, por tani detyra jonë është të ulemi me çdo fqinj, me çdo shqiptar. Nuk është protestë e Partisë Demokratike, nuk është protestë e opozicës, është protestë e çdo shqiptari për dinjitetin, për moralin. Është protestë për të ardhmen, për interesin jetik, për të mos u vjedhur siç po vjedhemi, për të mbajtur të hapura dyert e integrimit evropian. Është protestë për zgjedhjet e lira. Ndaj dhe asnjëri nuk duhet ta shohë këtë protestë ndryshe nga ç'është. Është protestë që qytetari shqiptar të mos vidhet. Është protestë që qytetari shqiptar të mos i ketë të mbyllura dyert e integrimit në Europë. Është protestë që qytetari shqiptar të mos zhvillojë, siç thoshte sot, agjencia më e madhe e komunikimit në fotografi në botë, zgjedhje Stalin style, zgjedhje të stilit stalinist në Shqipëri. Pra protestë për të garantuar zgjedhje të lira. Po unë jam besim plot se kjo do ndodhë. Pak më parë i shpjegova njërit bashkëbisedues se çfarë ndodhi në natën e 9 dhjetorit të 90, dhe vërteta është që të nesërmen e të pasnesërmen, Tirana që duke indiferente dhe inerte u derë dhe tëra në mbështetjet studentëve. Kjo do ndodhë dhe në Shqipëri. Renis Haçkaj ka dhe një pyetje tjetër, a do t'i kontaktoni përfaqësuesit e besimeve fetare dhe t'u kërkoni që të mos përdoren nga regjimi? A kanë këta përfaqësues ndonjë koment për gazin e hedhur në kisha apo xhami? A do të pranojnë këta përfaqësues që pas gazit lotësjellës të ulen bashkë me regjimin në dreka e darka iftaresh, syfyresh, bamirësie etj. Dhe po në vazhdën e kësaj pyetje, Vebi Alzeneli thot, doktor, xhamia u mbyt në gaz lotësjellës e helmues, si mundet komuniteti musliman nuk ka reaguar? A mundet Rama të ketë glabëruar dhe komunitetet fetare në Shqipëri? Tani, më lejoni të bëj një sqarim. Lidhur me xhamin dhe gazin tek xhamia, ne e dinim se pas iftarit, mira besimtar do të mbushnin sallat e xhamis për të falë namazin. Dhe vendosëm që ne nuk do zhvillojmë asnjë protest në territorin apo paralel me territorin e xhamis, në mënyrë që të mos ketë asnjë shkak për hedhjen e gazit dhe prishjen e namazit besimtarëve musliman. Pavarësisht nga kjo, drejt xhamis u hodhen bomba tymuese dhe gazi lotësjellës sa asnjëherë tjetër. Taracat e xhamis u mbushen me bandit dhe patronazhist me uniform që është një përdhosje për vakëfin. Denoj me forcën më të madhe
dhunimin e xhamis, dhunimin e besimtarëve gjatë faljes së namazit dhe hedhjen e gazit dhe bombave tymuese në territorin e xhamis. Jam i bindur se drejtuesit, udhëheqësit shpirtëror të komuniteteve nuk pajtohen me qëndrime të tilla dhe në lutjet dhe në shpirtin e tyre ata do ta thonë fjalën. A do komunikojnë ata me qeverinë? Nuk mund të them se çfarë do bëjnë, mbasi çdo komunikim bie në vesh të shurdhur. Në fakt, sapo më dërguan një reagim zyrtar të komunitetit musliman të Shqipërisë, që thotë që komuniteti musliman i Shqipërisë ka ndjekur me vëmendje ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e djeshme pranë xhamisë së namazgjas në një kohë kur besimtarët po falnin namazin e teravive. Shprehim indinjatën tonë të thellë për lëndimin e pajustifikuar të besimtarëve, të cilët ndodheshin në ambientin e xhamisë për të kryer ritet e tyre fetare në paqe dhe qetësi. Komuniteti musliman i Shqipërisë ka qenë gjithmonë një faktor i matur dhe i përmbajtur në qëndrimet dhe reagimet e tij publike. Megjithatë, kjo maturi nuk duhet keq interpretohet si tolerim i shkeljes së të drejtave dhe lirive kushtetuese të besimtarëve tanë. Në këtë kuptim, dënojmë me vendosmëri incidentin e ndodhur më 20 shkurt pranë xhamisë së namazgjas, ku besimtarët e pafajshëm u lënduan pa asnjë shkak. U bëjmë thirrje të gjithë aktorëve të përfshirë që të tregojnë maturi, përgjegjësi dhe vetëpërmbajtje në mënyrë që veprimet e tyre të mos cënojnë të drejtat dhe liritë e besimtarëve tanë apo të çdo qytetari tjetër. Është rast për të përshëndetur të deklaratë të komunitetit musliman dhe për të garantuar komunitetit musliman se nuk do ketë asnjë akt demonstrues në territorin apo afër territorit të bashkisë. Se dje ne, kam qenë dhe vetë aty, kemi devijuar në rrugën tjetër ka stile për të mos dhënë shkas hedhjes së gazit lotësjellës në territorin e bashkisë. E xhamisë, territorin e xhamisë. Por ata kanë hedhë pa asnjë shkak gazin drejt besimtarve, sikundër kanë hedhë gazin drejt oborrit Partisë Demokratike pa asnjë shkak. Kemi patur tani t'ja u them unë ju. Kemi patur ne protestues, besimtar, të cilët kanë shkuar nga protesta për të falë namazin, dhe nuk kanë hyrë dot për shkak të gazit. Dhe janë ngjitur sipër në tarac dhe kanë gjetë aty mbi 30 bandit me uniform, mbi taracën e xhamisë. Ndaj dhe unë denoj dhe njerë me forcën më të madhe dhe i siguroj besimtarët, siguroj imam dhe drejtues të komunitetit, se ne nuk do t'japim asnjë shkas për asnjë lloj veprimi në territorin e xhamisë. Por nga ana tjetër, e siguroj bandën qeveritare se s'do mund përdor kur xhamin si mburoj për parlamentin e krimit, i cili është dhe do t'jetë një shan objektiv nër më kryesor i kryengritjes paqësore. Sokol Delia, përshëndetje doktor, Partitë Popullore Europiane dhe Botërore mbështetën Partinë Demokratike me 7 rezoluta ku theksuan se në Shqipëri kishte zgjedhje fiktive dhe jo të lira dhe të barabarta. A duhet ju kërkoni mbështetjen këtyre qeverive e këtyre partive që të kemi në Shqipëri një kod zgjedhor të drejtë dhe të barabartë për të gjitha partitë, duke ndryshuar komplet këtë sistem zgjedhor dhe të kemi edhe një reformë territoriale që respekton popullin dhe ndal shpopullimin? Duhet të rikthehen përsëri komunat, të paktën gjysma e tyre në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit për pyetjen, Sokol. Sigurisht që ne kemi mbështetje të plot. Edhe një herë, demokratët duhet ta dinë mirë se ne kemi mbështetje të fuqishme
nga të gjitha forcat politike të qendrës djathtë në Europë dhe në botë. Dhe kjo mbështetje është konkretizuar në 7 rezoluta në cilat konfirmohen të gjitha denoncimet që partia ka bërë për narkoshtetin e Edi Rams, për diktaturën autoritare të Edi Rams, për farsën elektorale të Edi Rams, për bashkëpunimin e tij me krimin dhe me radhë. Padyshim që reforma elektorale sokol ka vlerën e vetë, por nga ana tjetër të garantoj, i dashur mik, se çfarëdo ligji që të bëjmë dhe çfarëdo ndryshimi që të bëjmë, me Edi Ramën ka 0 vlerë. Dalim aty ku thoshte sot agjencia më e madhe në botë e komunikimit me fotografi, Getty Image, kishte vënë në etiketën Shqipëria, vendi i zgjedhjeve të stilit stalinist. Pra, Edi Rama, për ta bërë më të qartë sokol, në vitin 2023 deklaroi se për te kodi zgjedhor është një kinezri. Pra, e shumëzoi me 0 kodin zgjedhoroj. Ndaj duhet ne, në qoftë se duam zgjedhje të dashur miq, dhe duam sigurisht, duhet largojmë me çdo kusht armikun më të egër të votës shqiptarëve, Edi Ramën. Këto ishin dhe pyetjet, doktor, nëse doni ta përmbylli. Ju falenderoj shumë për pyetjet që bët, për ndjekjen e kësaj bisede. Dhe njerë mirënjohjen më të pakufishme ndaj atyre 10 mijëra qytetarëve që nderuan dje më shumë se kur 20 shkurt në vitit 91. Nderuan shqiptarin, kombin, Shqipërinë, para shqiptarëve dhe para botës. Krahas një kreu të organizatës kriminale qeverisë shqiptare Edi Rams, është një popull i tërë që spajtohet me Edi Ramën, është një popull që qëndron në moralin qytetar, spajtohet me vjedhjet, spajtohet me korrupsionit, spajtohet me asgjësimin e drejtësisë. Ndaj dhe ftoj çdo shqiptar të bashkohemi në emër të dignitetit të vet, në emër të dashurisë që ai ka për Shqipërinë, për familjen e tij, për njerëzit e tij, në emër të interesit madhor kombëtar që është integrimi i Shqipërisë në Europë. Kjo është një betejë, mision jetik, por është misioni i jetës së çdo qytetari. Jam i bindur se ne do ta përmbushim me dinjitet këtë mision. Faleminderit.